Është kënaqësi që ta ftoj para nesh Yftihun në internat. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit të mëshiruesit, të mëshirëdhënësit, të mëshirëplotit. Nderuari dhe respektuari kryetari i Parlamentit të Kosovës, zoti Konjuca, nderuari president Pacolli, nderuari kryetar i shoqatës së Timit të Ballkanit, Kastati, nderuari dhe shumë respektuari Bekim Jashari, nderuari kryetari i shoqatës me individ me nevoja të veçanta dhe Maliqi, nderuar përfaqësues të institucioneve të ndryshme ju vëllezër e motra. Lejoni që të fjalë rasti të filloj me një thënie të pejgamberit ton, Muhamedit alayhis salam, i cili thotë: nuk ka falendruar Zotin ai i cili nuk falendron njerëzit. Ndaj me këtë rast, unë dëshiroj të falenderoj të gjithë ata të cilët do bëjnë shkak parë dhe i shtyn proceset para që të vijë deri te ky moment kaq i kërkuar me dekadat e tëra, me vitet e tëra, që edhe Kosova ta ketë një qendër, sikur kjo qendër, që pretendohet që jetë një prej qendrave më të mira, ndoshta edhe në Evropë më gjatë. Ai me këtë rast dëshiroj të falenderoj edhe një herë të gjithë ata cilët punuan me atë brug, me atë përpjekje të tyre që të vijë deri te kjo ditë. Kapacitetin e tij, edhe me autoritetin që e gëzon, edhe me mundësitë e tjera që i ka ofruar mbështetje të gjitha projekteve shumë të rëndësishme që po ndodhin në vendin tonë. E falenderoj sepse ky është një shembull i veçantë se si duhet të veprojë njeriu për të ndihmuar vendit të tij. Projekti për të cilin jemi mbledhur natyrisht është një qendër shumë e rëndësishme, e para e tij në vendin tonë dhe para disa ditësh, para 2 javësh e patëm ditën e personave me sindromin Down, sot jemi pikërisht në ditën e personave me autizëm. Një shoqëri se sa e civilizuar është motet pikërisht me kapacitetin që i ka për me i trajtu, për me u kujdes për persona të tillë. Në Kosovë ne po bëjmë gjithçka që është e mundshme duke krijuar prej legislacionit në kuvend dhe përmirësimit vazhdueshëm të ligjeve tona, e deri te bashkimi i forcave të gjithëve që këto projekte të mira të ndodhen e të nevojshme të ndodhin në vendin tonë. Ky që po ndodh tash ky projekt është shembull tipik se si rezultatet e mira vijnë nga bashkimi i fuqisë edhe i bashkimit të forcave në të gjitha anët. Sepse është bashkim i forcave të qeverisë për me ofru këtë vend, është i shoqatës së nderuar Jetimat e Ballkanit për të ofruar të gjithë investimet edhe ideimin e projektit, edhe pastaj implementimin edhe realizimin e këtij projekti. E pastaj janë edhe mbështetësit e rëndësishëm si Bekim Jashari edhe gjithë qytetarë donatorë të shumë, presidenti Pacolli e të tjerë, të cilët kanë ofruar edhe mbështetjen e drejt për drejt financiare që ky projekt të realizohet. Pra, qeveria, shteti, shoqëria civile, organizatat bamirëse, humanitare, qytetarët tonë, vetë populli jonë, kur bashkohen të gjithë, sikur me këtë rast që kemi pas, ndodhin këto projekte të mira për cilat aq shumë ka nevojë vendi ynë.